Ka shumë gjëra që mund të akuzosh, anatemosh, kritikosh, bile dhe ta shash Edi Ramën, por nuk mund t'i vësh atij në dyshim nuhatin e jashtëzakonshme për të kapur momentin. Ndër 50 liderët botëror që ishin sot në Washington, ai ishte i vetmi që në më pak se 5 minuta u ndërprer dyer nga duart trokitjet, kur foli jo si kryeministri i Shqipërisë, po si përfaqësues i kombit shqiptar në tërezën momentalisht më të rëndësishme të botës. Vetëm Edi Ramës mund të shkonte ndërmend të rishte vëmendjen Donald Trump te shqiptarët përmes Kosovës dhe emrit të Jack Smith, ish prokurorit të mbi 16 dosjeve ndaj Donald Trump, i cili ishte dhe i njëjti që kishte hartuar dosjen e turpshme kundër krerëve të UÇK-s në Hag. Presidenti Trump u ndal me Ramën dhe me Vjosa Osmanin duke e pyetur, ishte vërtet i njëjti prokuror? Por më shumë rëndësi se përgjigjja që mori prej të dyve është fakti se Hashim Thaçi dhe 3 të tjerët nga sot nuk janë më vetëm në qeli, ndërsa Kosova dhe kombi shqiptar u rikthyen jo thjesht për pak minuta në vëmendjen e presidentit të Shteteve të Bashkuara. Por jo vetëm kaq. Në fjalën e tij 5 minutë Edi Rama gjeti mundësinë që në pak fjalë të gjej paqe mes OKB-s dhe bordit, duke mos e quajtur atë rrezik për pallatin e qesit. Por me mbretësi Edi Rama preku dhe temën tjetër thuajse tabu të luftës në Gaza, fëmijët palestinezë. Kryeministri Rama kënguli në idenë që projekti i paqes në Gaza të përfshijë zgjidhje për ato që ato vetë Rama i quajti viktimat e vërteta të këtij konflikti. Në të njëjtën kohë që Rama ishte në Washington, Sali Berisha ishte në shtëpi. Ai nuk u pa më as pas ditën në kuvend. Duhet të qenë shumë e dhimbshme për të ndjek ato pamje, që në kushte të tjera do të ishin fare zakonshme. Kryeministri i Shqipërisë, një vend superaleat i Shtetet Bashkuara, që firmosin nisëm të ret presidentin amerikan. Por mos harroni se çfarë ndodhi prej gati më shumë se një muaj apo dy. Agim Nesho, për shembull, ponte me siguri absolute se Ramaduro do ekstradohej. Një gazetar kronike që jo radh interviston kriminalët nga shumë afër, ponte po me siguri se Rama do kapej nga Potura dhe 20 janar do e çonin me DL në burgun e New Yorkut. Ajo që ndodhi sot ishte e kundërta. Edi Rama çliroi moralisht dhe ndërkombëtarisht nga qelitë e Agës Hashim Thacin dhe burgosin qelitë e Arresës Sali Berishën, tashmë i pafuqishëm për të bërë zhurmë nesër në protest, ku Molotovët dhe fishek zjarët ja fikën europianët dje me ujin e një gote. Por sigurisht që nga sot është një ditë tjetër për ne. Bordi i paqes ta Rama nuk rrezikon në KB-n, por mund ta shkundë ato. Ndërkohë europianëve pak javë më parë u tha se Trump po shkund Europën. Dhe në këtë kohë shkundjesh nga lindja në perëndim dhe nga veriu në jug, Shqipëria gjendet në mes të një vorbulle për arsye gjeografike, gjeopolitike, po doni dhe etnike dhe fetare. Cirku politik i kryeministrit shqiptar gjithë të kohë përfshirë dhe ditën e sotme është për t'u vlerësuar, por mos harrojmë që po dje mes përfaqësuesit të majorancës dhe një eurodeputeti këtu në Tiranë u bë një debat i fortë pikërisht për bordin e paqes, të cilin e kanë firmosur pak ditët BE-s. Po cilët janë arsyet? Bordi i paqes zgjidh konfliktet botërore, por me një formë tjetër revolucionare, por kontroverse, por më të shkurtër dhe efikase. Mes tyre dhe ndoshta konfliktin që ne na prek më shumë. Nëse ke probleme me Serbinë, më merr në telefon një detua Trump, presidentes Kosovës. Dhe çfarë mund të jetë më rëndësishme për ne si kom si sa çështjet e sigurisë, integrimi evropian. Këtu dilema bëhet shumë e fortë. Për këtë do flasim sonte. Sikla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Natyrisht kjo është sigurisht tema e ditës via televizionet, transmetimi live i kësaj ceremonie dhe për më tepër dhe momenti kur zoti Rama foli. Për të folur për këtë çështje me mua sot program janë ambasador Orlan Bimo, mirëmbrëma ambasador. Mirëmbrëma. Si gjithmonë. Eugenia Sotiri, mirëmbrëma Eugenia. Ergjys Martini, mirëmbrëma Ergjys. Dhe Flogert Muça, i sapo kthyer nga Haga. Mirëmbrëma Flogert. E ke marrë veten besoj nga i ftohtë i Hagës apo jo? Po. Ë? U ngrohem sot gjithë. Megjithatë për të futur direkt në temë, sigurisht që momenti i ceremonisë ishte interesant, ka patur edhe detaje të tjera, por le të ndjekim pak fjalën e zotit Rama dhe kthehemi në studio. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama mban fjalën e tij. Faleminderit që më ftuat të jem pjesë e këtij rrugtimi, zoti president. Në votën bipartizane të linjëzuar të bërë në parlamentin ton, flet vetë se sa e nderuar është Shqipëria të jetë një vend themelues si kësaj organizate të re. Shumë në Europë thonë se bordi i paqes është bërë për të zëvendësuar organizatën e kombeve të bashkuara. Nuk më duket mua si një tentativ për të zëvendësuar OKB-n, por nëse ndihmon për të shkundur gjigantin e agonizuar dhe inshallah e zgjoft dhe zoti e bekoft bordin e paqes. Mr. President, we commend the European Parliament's resolution. The full-aligned bipartisan bipartizane të linjëzuar
Zoti President, ne përgëzojmë në rolin tuaj vendimtar për të dhënë fund konfliktit zemërthyes në Gaza dhe Shqipëria është bërë pjesë e forcës së stabilizimit nëpërmjet trupave tanë dhe në të njëjtën kohë kam propozuar që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë direkt në ndërtimin e një faciliteti publik për fëmijët palestinezë dhe duke bërë këtë, bota do të ndihmojë fëmijët e Gazës që janë më të pafajshëm, pengjet më të pafajshëm të çmendurisë së Hamas. To grow within the tangible presence of the largest chain of hands humanity has ever joined together. By not only putting the money, but bringing their own architects in this. Sjellë dhe arkitektët tanë në këtë që bota të shndrojë plagët në shenja shprese dhe ardhmjat ndërtohet tek ata që meritojnë më tepër, gjenerata e radhës e Gazës dhe Shqipëria është me nder në këtë zinxhir. Më lejoni që ta vendos vëmendjen tek një konflikt i hapur shumë afër shtëpisë, ku drejtimi i presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më afër se kurrë në një paqe përfundimtare, marrëveshje përfundimtare paqe. Presidenti i Kosovës në atë kohë u ndalua në mënyrë brutale që të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë për të firmosur marrëveshjen e presidentit Trump. Dhe bëri nëpërmjet prokurori që shkoi edhe pas presidentit Trump, edhe për këtë u bë mjaft i famshëm. Sot Presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vite në paraburgim para vendimit në një gjyq special në Hag. Disa prezent këtu duhet jenë të dëbëruar për atë lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm një javë më parë sot i president një tjetër prokuror i themeluar nga ky shtet i jashtëzakonshëm dhe taksa paguesme kërkoi një valë tronditëse turburuese. Në këtë moment vetëm pak muaj qëndrojnë mes një burri që qëndroi përtej rezistencës pastrimit etnik në një vendim tronditës në një gjykatë që deri më tani ka humbur në çdo hap të mbajë standardet e drejtësisë europiane ndërkombëtare. Për hir të saj, sot i presidenti të bëjmë diçka përpara se siç thoni juve gjëra shumë të këqija mund të ndodhin sërish. Dhe sërish ju falenderoj shumë që përfshit Shqipërinë në këtë iniciativë të nderuar duke bashkuar miqtë afër të Izraelit dhe të vendeve arabe. Ne shpresojmë shumë të jemi një vlerë e shtuar në vizionin tuaj të jashtëzakonshëm. Next, the Prime Minister. Ambasador, thot bordi nuk rrezikon nuk e bën, por do ta shkundi atë. Përmend fëmijët e Gazës, që është temë tabu për Izraelin në një pjesë